Po, kam dëshirë me fol për këtë çështjen e ixhazetit. Ixhazetit. Hijazetit, si ke? Ixhazet. Ixhazet. Pa. Po. Ixhazeti, Çka është ixhazeti? Se këtë dim që ti me ixhazet e ki, hafëz. alhamdulillah. Po, na shpjego këtë njerë. Shpjego e kështu dhe mëse. Ixhazeti, nëse mundemi me pas pak me dhënë një përkthim më të qartë në gjuhën tonë, në kuptimin e përgjithshëm, ixhazet do të thotë një lloj dëshmie apo një leje zyrtare që ti ke përfundu memorizimin e Kur'anit apo ke përfundu leximin e Kur'anit nga surja Fatiha deri në surën Nas me rregullat e tajvidit, me bukur lexim para një mësuesi kompetent për dhënien e ixhazetit. Kjo është në kuptimin e përgjithshëm, domethënë një lloj dëshmie. Mirë po besoj që ki fjalën për ixhazën me senet. Po, me senet, po. Ixhaza Me zinxhir. Me zinxhir. Ixhaza me zinxhir, me senet, është ixhaze që përbëhet prej një grup mësuesish deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po. Për shembull, filan hafizi e këndon përmendsh Kur'anin me rregullat ashtu siç kërkohet domethënë të tajvidit para një mësuesi kompetent që edhe ai është për me dhënë ixhaze. Ai mësues ka marrë ixhazën prej mësuesit të tij të vjetër. Ai prej të vjetrit, prej të vjetër deri tek shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shembull Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Xhibrili dhe Xhibrili nga Allahu Dhul Jalal. Kjo domethënë një lloj zinxhiri. Padyshim është kjo ti e ke ata, po. Alhamdulillah. Domethënë ti deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu Akbar. Alhamdulillah. Zinxhir domethënë, zinxhir e tash me pak në gjuhën e popullit hallka të zinxhirit, tash secili me hallk një derisa përbët domethënë ky zinxhir. Normal ka duhet përkushtim të madh dhe jo çdo kush pastaj mund të jep ixhazet, kuptohet pa i plotësuar këto kriteret që janë çështja e rregullave, domethënë tajvidit, bukur leximit dhe mos mi hik asnjë shkronjë, asnjë fjalë, asnjë ajet mos mi hikën gjatë leximit e kështu me radhë.